Rreth 75 familje të fshatit Drizar në bashkinë Mallakaste për më shumë se gjysmë shekulli përballen me problematikën madhore të rrugës së varrezave. Rruga për 1 kilometër e gjysmë është e pakalueshme dhe amortizuar pothuajse në të gjithë gjatësinë e saj. Banorët tregojnë se vështirësia nuk është vetëm për të përcjellë në krah për në banesën e fundit të afërmit e tyre, por edhe për të marrë pjesë në rritet mortore e përkujtimore, pasi automjetet nuk e përshkojnë këtë rrugë plot gropa dhe gur. Është fatkeqësi për këtë fshat ku vjen fondet. Sepse në Çorrush janë bërë të tëra rrugat e varrezat, në Drizar s'ndjehet njeri. Ne duam fondin ku vete. Në qoftë se s'ka çelu qeveria fond, na kërkoj ndihmë se unë kam çuar shpirtin atje. Do investoj unë. Do ta shikoni, filmojeni dhe tregoni. Filmojeni. Shumë të vështirë ta çoni të ndjerin. Ça? U rregullisëm, e shpum në përshit. Ran burrat rrugës. Edhe s'ndihet kush. Pse, nga që rruga është e keqe? Shumë. Po jo për timen, po për të tërë. Jeni ankuar për këtë situatë? Ne sërrim këtu dhe kështu që s'na dëgjon njëri fjalë. Edhe këta që kanë vajtur në bashki, kanë thënë një tjetër s'ta hap derën fare. Kështu që. Pra është një problem shumë i madh. Shumë. Do ta shikoni dhe në çdo individ, do si ndihmor kur ka bal. Moj, shikoj tash ti do ngjitesh me këtë, se qysh do ngjitesh. Neve si lagje jemi 75 familje këtu, që banojnë sot aktualisht. Kemi qenë 100 ca, ka kelu 75. Që të veçëm varreza është një rrugë nga poshtë, lidhe të qenë, lidhe varrezat. Mirë po, është e pakalueshme, si në behar dhe në dimër. Edhe në këto kushte se ja bëni? Neve e çojmë krah me idin. Duke qenë mundësia që ajo rrugë edhe me çakull mund bëhet shumë thjesht. Na është premtuar shumë herë dhe deri tash nuk është bërë asgjë. Për 5 makina çakull diskutohet. Çakull ka plot këtu në fshat, që po marrin. Edhe hidhet ajo dhe nuk ka si problem. Zgjidhen dy gjëra, edhe teqeja dhe varrezat, njëkohësisht. Jeni ankor ju për këtë? Jemi ankor. Na kanë premtuar, deri tash nuk është bërë asgjë. Kjo ka 30 vjet. Se kemi pasi rrugë diku, kur u da toka, u zukja rruga këtu dhe ngeli andeja. Ashtu vazhdon akoma. Kemi problem në si lagje. 75 familje. 75 familje banojnë sot këtu, në këtë lagje. Nuk vemi do të në varreza. Më e vështirë është periudhën e dimrit. Dimër behar ajo, nuk vetëm jetë jetë gjithë zë makina poshtë. E çojmë në krah. E bjem deri këtu makinë marrim krah çëm lart. E kemi problem serioz. I kemi njoftuar gjithë instancat, na kanë premtuar, deri tash nuk është bërë asnjë gjë. Ajo është 1 kilometër e gjysmë. Që do vish vërdalla, se po të ishte diku këtu afërishte. Është 1 kilometër e gjysmë. Pra është një segment i konsiderueshëm. Po, është hapur si trashe. Po nuk zën makinat e vogla. Makine nuk vete varrimit. I bjem këtu në për këtu, hapim do gjërat e familje, duke parasysh i bjem shkurtër kështu. Pra në për tokën. Bile na koçidoi, vdiq njëri këtu, një kushërir jon, erdhi nuse në Anglia se u kamën aty. Erdhi muri ambulancë e çuam në Fier, se u kamën shkau. Se shumë e keqe. Ishte dimër. Nuk ka më keq. E marrëm njerin që vdes e çojmë në krah. Sot është shumë keq që ne sot të çojmë njerin në krah. I thonë të tëra gjëra, do i bëjmë sot, do i bëjmë nesër, do i bëjmë sot, gjallë në botë. Sa vinë, marrën ato vota e me nuk shkelen. Shiko, e shtup që e themi këte, se jemi detyruar. Duhet ja japin, aman më bëj dhe punë. Vetëm për punë. Jo gjetje të thash, edhe 2 rrugi kam që më ka vajt o djalin 2 fek. Në 2 fek, moj. E pavarësisht se u shpremtuar në mënyrë të vazhdueshme ndërhyrjen nga drejtuesit vendor, deri tani asnjë investim konkret nuk është realizuar. Fshati Drizar përbet prej 4 lagjesh: Poçemi, lagja e Kovaçaj, Jusenaj dhe lagja e mesme konkretisht ku jemi ne tani. Këto varrezat janë bërë rreth vitet 63-64 këto varreza. Dhe nga viti 63-64 kështu ka qenë varrimet që janë bërë. I mirë gjenazet në krah nga shtëpit, edhe na i sillin këtu. Me kalimin e kohës, bëjmë kërkesa për të bërë rrugën për të ardhur këtu te varrezat. Na është premtuar shpesh herë. Do ta bëjmë rrugën, do asfaltojmë, do ta bëjmë me kaldrem, do ta bëjmë me kanalizime, do bëhet e mirë. Herë mbas here, biles unë kam marrë dhe telefonin kryetarin e bashkisë. Dhe më ka thënë që unë do ta bëj rrugën. Po, kur i vdekur i mëna që s'pas ka ndërmë. Do që i kemi thënë disa herë, ku do ankohemi, kush do vi, do të bërë dhe kanalizimet, se nuk kalot rruga kur bie shi.
Përballë kësaj situate, banorët një zëri kërkojnë ndërhyrje urgjente për t'i dhënë fund kësaj problematike shumëvjeçare. Ndërkohë, i pyetur për këtë situatë, kryebashkiaku Qerimi Ismailaj ka pohuar se ky segment rrugor është planifikuar me prioritet në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm.